si e bën ti tani që jeton në këtë Shqipëri dhe ndërkohë me shpirt me mendje je në Hollywood ose je te ata emrat e mëdhenj që sapo përmendë. Është pak ekzistenciale kjo. Kërkon fuqi, shpirtërore të brendshme. Është vështirë do prisja shumë herë të duket vetja kështu sikur po lufton me mullinë e erës, por që shumë herë të duket, po pastaj prap në fund ditës është e rëndësishme që secili të bëjë atë të vetën. Domethënë kur mendoj që secili ka një përgjegjësi morale, sociale, profesionale për me bë të vetën. Domethënë gjithë duhet bëjmë më të mirën e mundshme tek ajo gjëja jon. Edhe nuk ka shumë lidhje rryma muzikës apo ku diun zhanri, ku diun se çfarë. Për mendimin tim ka rëndësi kualiteti, ka rëndësi ti je i sinqert. Domethënë gjëja kryesore në punë, në kudo është sinqeriteti në gjën që bën. Nëse gjëja është e sinqert, qoftë një produkt, ku diun kozmetik pa fuskot, qoftë në një lojë futbolli, qoftë në muzikë, qoftë kudo, nëse ti je i sinqert ajo gjëja që po bën, ajo gjithmonë do të përçohet tek tjetri. Tek 10 veta, te 10.000 veta, ky është mohabet tjetër. Ama taj sa do ta dëgjojnë, do ta shohin, do arrish ta përçosh atë. Unë e kuptoj atë modestin tënde, këtë mënyrën humble që ke ti që ti jesh përpara këtyre që bëjmë një shumë brumë për të qenë këtu flas në Shqipëri, e thon troç. Por nga ana tjetër, mendoj që vështirësia për të përballur me këtë lloj realiteti e bën ndonjëherë konfuzion situatën tënde. Apo ti nuk merresh fare me pjesën ndërmuese të shoqërisë shqiptare dhe thua, hajde mo ti bëjmë çfarë duam këta. Kështu një pyetje e drejtë për drejtë. Ti vetë si profesionist, si artist, si këngëtar, si një njerëz që pedanti asaj gjëje që bën, nuk ke një dëshirë të brendshme që pse të mos influencoj, se shikon. Në të vërtetë, me muzika, ata që thuaj është shprehje që për gjithë ata që dëgjojnë muzikë, çfarë lloj muzike dëgjojnë, flasin jashtëzakonisht shumë. Pra, nëse unë dëgjoj një muzikë të rrymë, po themi komerciale, që janë këto se tipi reggaeton, futja. Reggaeton. Kjo më tregon për karakterin tim, kjo flet për mua, muzika flet për mua. E njëjta gjë është edhe për rastin tënd, por edhe për shumë të tjerë. Si e bën ti tani këtë rast, sepse një influencë ti e ke, ndikimin tënd patjetër që do ta lësh apo nuk merresh me këtë pjesë. Tash sigurisht që ke atë parimin tënd, ke zgjedhur parimin tënd dhe nuk kjo zgjedh 3 artistë mëdhenj famoz në Shqipëri dhe vetëm me këta bën. Ke ndier ndonjëherë për shembull ndonjë natë të brendshëm, që kur thua që kur shikon ndonjë shifër të majme që merret, përfitohet dhe që përfitohet, kjo është fakt, në fakt nuk është konspirative. Po, e di, po nuk mendoj, domethënë është për mua është krejt gjë tjetër ajo, domethënë nuk okej, janë dy njerëz ose dy artistë ose dy profile të ndryshme që bëjnë muzikë, po mendoj që nuk e di, në fakt qasje ndaj kësaj nuk është se kam indiferente ose po thjesht kam pas një qetësi me këtë pjesë që në start, sepse kam kuptuar që dikush që nuk di as shkruaj as lexoj kur s'do pëlqej muzikën time. Dikush që ku di unë s'ka pa një film bukur, s'ka pa një gjë të bukur, s'ka pas një s'ka botë artistike, po. Sepse kjo ndodh në çdo fushë, kjo ndodh në televizion, ndodh në pikturë, ndodh në shkrimtar, ndodh në kudo, e kupton? Në çdo fushë, po. Edhe nuk kam pas ndonjë kështu me këtë pjesë. Unë sigurisht që kam qenë shumë radikal tek ajo e imja, nuk e di pse, nuk më ka shty njeri për me qenë kështu. Sigurisht ndikimin nga familja e kam pas, s'po them pasiv, po e kam pas thjesht, kanë qenë aty, po nuk kam pas ndonjë shtytje të madhe që unë të fokusohesha patjetër këtu dhe në këtë formë. Edhe ndjej veten ndonjëherë që jam shumë i ngurt për të marrë inpute nga jashtë, por që zgjedhje individuale e ke zgjedhur. Mendoj është parim. Këtë e kam thënë shumë herë edhe aty më dole. Domethënë mendoj që çdo njeri zgjedh se
se çfarë do të bëj në këtë gjë. Okej, muzikë mund të bëjmë të tre, secili zgjedh, dikush zgjedh këtë mënyrë, dikush zgjedh këtë tjetrën, dikush zgjedh unë kam zgjedh këtë formë, kam zgjedh të bëj këtë që unë di të bëj më mirë, kam zgjedh një rrugë, po themi, të pastër, që një proces të pastër, një sinqeritet në gjërat që bëj. Edhe me thënë të drejtën, e ka një impakt edhe njerëzit këtë gjë e shquajnë në çdo rast. Ke zgjedhur, ti nuk e thua, por do ta themi ne, ke zgjedhur ti është profesional. Po, kjo është e gjitha. Kjo po i herë. Dhe cila do të jetë këshilla që do doje të jepje gjithë atyre të cilët ëndërrojnë, janë në hapat e parë, ëndërrojnë të jenë profesionistët e së ardhmes. Unë këtë e them gjithmonë dhe do vazhdoj ta them dhe është vetëm një gjë që them që thjesht të jenë të sinqertë gjë që bëjnë. Dutch hip hop, R&B, reggaeton, heavy metal, popullore, nuk ka rëndësi. Thjesht të bëhet gjëja e pastër me sinqeritet, edhe aty pastaj çdo qoftë ajo depërtonte njerëzit, edhe aty pastaj fillon krijohet ai interaksioni, aty fillon krijon një profil të qartë tëndin, aty fillon gjen edhe ti veten, sepse materialet që ti vetë ke bë kanë qenë të sinqerta. Nuk dëgjon një këngë tënde që ka 10 vjet edhe thosh ç'a kam bë kështu. Ndërkohë që Gjergj, për sa i përket se ne jemi showbiz, jetës tënde private, ti ke ndarë ato momente të cilat ke menduar se janë për të ndarë. Ardhjen e djalit tënd në jetë, domethënë janë disa momente që ti ke treguar, nuk se treguar hermetik fare. Ti ke treguar. Jo, s'jam treguar hermetik, por arsyeja që un kam ndarë këtë gjën për herë të parë ka qenë sepse u zgjova një ditë të bukur. Edhe më kishin çuar një link në WhatsApp, se unë edhe në Instagram hyj kur kujtohem me hy, se nuk kam kështu notification a gjëra. Edhe më kishin çuar një link që ishte që unë isha bërë baba dhe kjo kishte ndodhur në një formë diçka e tillë që ishte kutjon nga nejse më. Ishte sajuar, po themi. Që gjëja vetvete ishte e vërtet, po jo, ishte forma se si ishte, ishte shumë e çuditshme dhe ndjeva një lloj kështu detyrimi, jo moral, detyrim, si më thon, sforcim për ta nda unë që mos ishte i gjë, po themi që po e ndan dikush tjetër që s'ka. Që si lajmi I deformum, ishte një situatë kot aty që s'kishte ndodh, po që s'po e kujtoj me thënë drejtën. Ishte stresuar si lajmi. Edhe kjo ka qenë. Pastaj pjesa tjetër që unë ndaj ndonjëherë në një foto, në një gjë. Nuk është se kam një qasje kështu, nuk di çfarë kam me atë Instagramin tim. Por që thjesht ndonjëherë postoj një gjë. Ose gjërat papërshtatshme që pastaj marr në telefonat që pse e ke hedh këtë? Nga kushtu vjen telefonata? Nga Tejti sigurisht. Kështu që nga kjo ndodh se ti nuk je natyrë Instagrami, nuk je e rrjeteve sociale. Nuk kam ndonjë lidhje dhe si më thënë nuk i kam pas pjesë esenciale në rritje, edhe ndoshta nuk e krijoj dot më tani atë lidhjen. Të bëj edhe një pyetje kështu, si të ka ndryshuar prindërimi? Shumë e bukur. Nuk më ka ndryshuar shumë, unë kam qenë përveç gjithë kaosit të jetës, prap kam pas një sistem në çdo gjë që kam bërë dhe një rregull dhe një gjë, dhe nuk është se më ka cënuar ose më ka me disiplinë. Me disiplinë, po, kam pas sigurisht, domethënë kam pas dy jetë paralele gjithmonë. Shumë i disiplinuar dhe kaos total. Kështu që gjithmonë e kam gjetë balancën mes këtyre edhe vazhdoj ta gjej. Është përgjegjësi e madhe të jesh prind në këto kohë, sidomos në kohë moderne, me muzikën që bën. Dhe ta rrisësh pa iPad. Dhe ta rrisësh pa iPad, ta rrisësh pa telefon kurrë. Në botën digjitale kjo është, mund të them, sfida më e madhe që unë edhe Teddy po përjetojmë. Por që është shumë bukur. Po. Domethënë po me këtë rast po rikthehem edhe unë te natyra dhe te lojrat në natyrë dhe te gjërat. Po që kështu. Kjo është gjë kryesore, edhe kush nuk është bërë akoma, flini gjumë sa të keni mundësi. Wow. Flini ta keni në xhep, domethënë, flini tepër. Flini tepër që të kujtoni këtë ditë. Nëse djali jot, mbas
një dekade ose dhe më shumë do të mundej të shikonte sot këtë intervistë. Çfarë do doje ti t'i thoje? Se ngelet për jetë në YouTube. Po, shumë e bukur. Nuk e di, unë shpresoj që ai të ndjeki ato që do ketë më shumë dëshirë me bë, ato që do ketë më shumë pasion, ato që do ketë më shumë vullnet me bë. Pastaj, momenti që ke prirje për diçka, se po e kanalizoj shumë profesionale këtë pyetje, se di pse. Po hajt po e mbaroj. Është okay. Është okay. Momenti që do ketë prirje për diçka dhe edhe do i stimulohet pak edhe do ketë vullnet, aty mendoj që siç thash edhe më përpara, çdo kush e gjen pastaj atë rrugën. Se di çfarë do të bëj. Mendoj që dëlli artistik do ekzistojë. Shiko, nga babi jot tek ty ka kaluar, mendon se do ka sa vjeç është? Ke bërë ndonjë? Bën dy për pak. Jo, nuk kam bërë ndonjë provë. Me thënë drejtën, unë s'kam ndonjë dëshirë të madhe që ta orientoj në muzikë. Okej, është herët. Jo për herët apo vonë, po unë vetë dëshirën më të madhe e kam pas në sport e gjithmonë, edhe orientimin dhe objektivin tim e kam pas aty. Pastaj po vinte një moment që pjesa muzikore po bëj shumë më konkrete, po filloja po punoja seriozisht, ndërkohë nga krau tjetër s'kishim as dushe, s'kishim, duhet shkonim shtëpi qull për të bë dush. Edhe erdhi një moment që përveç shtysave që diku ishin ose diku mungonin, ishte edhe një moment që unë vetë duhet t'i jepja dikujt një farë drejtimi. Nuk kam një fiksim me muzikën, ta shtyj ose ta orientoj. Sigurisht që pse ai do ketë atë vullnetin e madhe dhe atë prirjen e madhe, edhe sikur unë mos të do ta gjej vetë rrugën direkt. Këtë mendoj. Po sigurisht aty do e ketë dhe muzikën, se do më shofi mu, do shofi vegla aty. E s'besoj që do rri pamsuca vegla aty, po që mjafton të bëj atë çka ka qef me bë, edhe kjo mendoj që është gjëja më e rëndësishme për me qenë. Një babi shumë modern, edhe shumë i hapur. Faleminderit. Për ta ndër fëmijën të të zgjidh atë çfarë do ai në jetë. Po patjetër. Shumë e rëndësishme. Kjo jo si mami ime dhe si babi im që gjëra bëj këtu, mos bëja. Unë mendoj që është një gjë që ka qenë edhe në deri në të paktën një brez para ose brindërve tan plus minus, sepse ku diun ndoshta mënyra se si ka qenë sistemi këtu gjithë gjonat, pjesa që ti duhet siguroj rrugën, duhet bëj gjërat edhe unë kam pas shumë qef edhe me bë kështu luthier, si thohet. Jo marangos, po me u marr me instrumenta, zrukthari, gjona kam pas gjithmonë. Mu gjithmonë më zhdhëm për këto lloj gjëra, po flasi vogël, bëja gjona vetë, ndërtoja gjona me tulla, bëja punë mekanike, gjëra. Edhe tani jam shumë i dhënë mas këtyre gjonat, i ndërtoj vetë, i rregulloj vetë, domethënë nuk shkoj kurrë në servise motori, gjonash, kam shumë pjesa të po. Edhe mendoj që deri një brez para nuk mendoj që është konceptuar shumë kjo pjesa që okay, me që këtë ka qef, hajde një herë të më shumë kemi me këtë të sigurtën. Tash i mendoj që është pak më lirshëm. Ti mendon që pasioni i të ardhurat ka benefite? Po. I siguron të ardhurat të mira. Tash i thjesht apo vështirë, kjo është më tjetër. Kjo ka vend për diskutim, por kjo ka vend për shumë diskutim. Do i perifrazoje si. Unë po arri po jetoj me muzikë në këtë formë që unë kam zgjedhur me bë muzikë, edhe sigurisht që ndoshta shumë më e vështirë se me këtnu në klub 4 këngë playback. Por që kthehemi te ajo që unë këtë kam zgjedh. Edhe nuk mund të, si më thënë, nuk mund të ankohem, le të themi, sepse unë këtë kam zgjedh me bë. Nëse do kisha zgjedhur tjetrën. Okay, dhe ja ke dalë shumë mirë, unë të falenderoj shumë për këtë intervistë, ishte shumë e bukur realisht edhe morëm informacione të plota, një panoramik të plot. Nuk do të kërkoj një mesazh të fundit sepse na ke dhënë mesazhe nga fillimi deri në fund, mesazhe me nga ato veni me montazhin fund edhe. Ishte shumë e bukur.
shumë po bëradojmë kështu muzikë se sa s'u Patjetër. faqe. Dhe në këtë botë që po shkon gjithnjë dhe më shumë drejt antivlerave, është fat dhe vlerë të kemi vlera të tilla. Dhe njerëz kaq faleminderit. profesional me këtë botë kaq shumë të pasur edhe faleminderit. Faleminderit edhe ju. Faleminderit, realisht. Të tilla artistë na duhen gjithnjë dhe më shumë sot në skenën shqiptare. Ishte kënaqësi e madhe që të kishim Edhe sot. për mua. Ju falenderoj. Suksese pafund. Faleminderit dhe ju miq. Do japim fund të intervistës që kemi shuar pafund, pa mazë, dhe kemi mundësinë që të ritakojmë sërish bashkë puntatën e ardhshme me një tjetër të ftuar i cili vjen dhe ulet në tryezën tonë. Mbani frymën. Shihemi. Natën e mirë. Natën. Faleminderit.